Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. E tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit prill për shenjën e Bërqapit. Bërqap, java e parë e prillit do të sjellë lajme dhe një fokus të madh tek politikat, tek vendime që do të merren në shtetin ose në qytetin ku ju jetoni. Mund të vendosen rregulla të reja, mund të vendosen mund të vendosen disa struktura strikte. Për disa bërqap, kjo nuk ka të bëjë me shtetin, sesa ka të bëjë me kompaninë ku ju punoni. Mund të keni mbledhje të rëndësishme, jo vetëm me menaxherët tuaj, pra që punonin në mënyrë të drejtë për drejtë, por me shefat e kompanisë, apo me pronarët, apo me drejtuesit e lartë, që do t'ju tregojnë për ndryshime në strukturën e kompanisë, për mënyrën se si puna do të transformohet, se si gjërat do të vinë duke ndryshuar, mund të jetë edhe një ndryshim i teknologjisë dhe kjo do të ketë impakt tek të gjithë punonjësit, ka shumë gjëra për të cilat nuk ju shoh të trembur, nuk ju shoh të friksuar apo të alarmuar, përkundrazi, ju do të mendoni, ok, çfarë mund të bëni, çfarë janë gjërat që ti i ke në dorë që mund të përgatitesh, sepse sigurisht vendimet që kanë të bëjnë me politikat apo me personat që janë në pushtet nuk i ndryshon dot, po ashtu edhe në ambientin e punës, por ajo që ti mund të bësh është të menaxhosh familjen tënde, të menaxhosh brenda ambientit tënd, të kesh një strukturë të sigurt, të mirë. Kjo është e rëndësishme dhe ju shikoj që me fokusin që ju keni, me përgatitjen që keni në ambientin e shtëpisë, sidomos, ju do jeni personi që të gjithë e konsiderojnë si lider ose personi që të gjithë mbështeten tek ju. Dhe kjo do të ndodhë këto bashkëpunimet, bisedat e ndryshme, mund t'i keni rreth hënës së plot në peshore, që është me datë 2 prill, dhe që në fillim do flisni me familjarë të ndryshëm, ok, do veprojmë kështu, si do bëjmë, si do organizohemi, kush ka nevojë për ndihmë, çfarë i duhet një personi, çfarë i duhet personit tjetër. Pra jeni ju që me ftohtësi, me logjik, do të keni kontroll të situatës me njerëzit që ju i njihni. Me të tjerët pastaj, shikoj që ju do të përfitoni duke mësuar sa më shumë. Fokusi për ju është ok, si të përgatitem për këtë revolucion, për këtë fillim të ri, si të jem në konkurrencë dhe updateuar me tregun, me çfarë kërkohet. Do të mendoni për të ardhmen, sepse shikoj që mund t'ju ofrohet pikërisht nga kompania juaj, ose edhe ju veta merrni si iniciativë që të mësoni diçka të re, të bëni një lloj kursi, një lloj trajnimi, diçka që ty do të cilë një uri që ka të bëjnë me kohën. Mendoni periudhën e revolucionit në vitet 90 kur filloi përdorimi i kompjuterave në masë dhe të gjithë duhet të mësonin të përdornin kompjuterat, dhe njëjta gjë do të ndodhë për ju bërqap në ambientin ku ju punoni, duke zhvilluar teknologjinë e re. Këtu mund të jetë edhe AI, mund të jetë edhe forma të tjera, por duke bërë një lloj updatimi dhe të duhet të ecësh me kohën. Ki parasysh këtë gjë, nëse ti pa frikë, po thjesht ecën me kohën, bën ato ndryshimet e nevojshme që duhet të bësh për të përshtatur, ajo do të jetë shumë gjë pozitive, sepse nuk do të mbetesh pas. Do ketë garë, do ketë konkurrencë, do ketë vështirësi, por nëse ti e ndjek rrjedhën edhe vazhdon ecën përpara, kjo do të bëjë që të jesh në të ecësh në drejtimin e dur, edhe të mos kesh frikë nëse diçka ndodh, nëse një ndryshim ndodh, nëse krijohet një situatë momentale e papritur, ti do të kesh mundësi, nëse kjo punë nuk funksionon, të gjesh punë tjetër apo të shohësh opsione edhe më të mira për veten. Pra mendoni gjithmonë të ecni përpara, jo me panik, jo me frikë, por me siguri në veten tuaj, se në çdo rrethanë, në çdo situatë, ti ke qenë personi që e ke nxjerr vetveten nga balta, vetveten nga vështirësia. Edhe ju a them këtë sepse java e dytë ka shumë planete në darkë, që është
energji që ti merr iniciativa, merr vendime dhe shumë luftarake. Prandaj unë ju shikoj duke u përgatitur, duke mësuar, duke thënë ok, çfarë mund të bëj më shumë. Të shikojmë situatën, ku jemi, sa para kemi, si mund ta menaxhojmë mirë gjendjen ekonomike në familje, ti në punën tënde çfarë mund të mësosh, si mund të përgatitesh më shumë, unë në punën time si mund të mësoj, si mund të përgatitem më shumë, pra jeni shumë të fokusuar. Më pas, java e tretë mund të sjellë një garë, mund të sjellë një provim, mund të sjellë një konkurs për disa bërqap ku të duhet të tregosh aftësinë tënde në krahasim me të tjerët, me personat e tjerë. Dhe kjo mund të ndodhë rreth hënës së re, sepse kemi një hënë të re që është gjithmonë një fillim, një iniciativë e re me datë 17 prill dhe është në dash. Kjo energjia e dashit është një energji shumë luftarake. Do të shikosh që rreth teje çdo person në ambientin e punës, sidomos, po edhe në shoqëri, secili mendon për interesat e veta, secili mendon për nevojat e veta, dhe njerëzit janë edhe më shumë ambicioz, edhe më shumë bryla, edhe më shumë mungesa e interesit edhe e fokusit do të jetë shumë e madhe. Do ta shikosh këtë gjë edhe në biseda, ku askush nuk e ka mendjen se çfarë po thua ti, secili mendon për hallet e veta, për problemet e veta. Kjo gara apo kjo provimi apo ky testi që ti duhet kalosh mund të jetë në lidhje me klasën, me trajnimin e javës së dytë edhe në javën e tretë. Pastaj ok, ti duhet të tregosh që vërtet je përgatitur, e ke mësuar dhe të kalosh një lloj provimi që besoj të ta kaloni pa problem. Nuk shikoj të keni vështirësi sepse ju jeni në gjendje të mësoni me orë të tëra dhe jeni persona që keni vullnetin edhe disiplinën për të përgatitur, për ta kaluar këtë si etapë, por në përgjithësi do të shikoni goxha tension rreth jush, njerëzit pak të tensionuar, pak të alarmuar, sidomos me datën 19 prill, kur kemi Marsin bashkë me Saturnin në dash. Marsi është planeti i luftës, është planeti që lidhet me agresivitetin, Saturni është shteti, është rregulli, është disiplina, është planeti që ju udhëheq. Bashk të dy këto planete ngjitur me njëri tjetrin e shtojnë, e intensifikojnë energjinë, dhe në dash pastaj është zjarr, është një shpërthim i fuqishëm, janë vendime që ndonjëherë janë edhe të nxituara. Dhe kjo do t'ju sjell pak nervozizëm java e tretë, sidomos se do të shikosh njerëzit rreth teje do të alarmohen, do të jetë një situatë pak kaotike. Ju a them këtë si ju shikoj të ngarkuar nga ana emocionale. Nëse ti ke një person afër teje në rrethin tënd që mund të jetë një figurë, shikoj një figurë mashkullore, mund të jetë djali, mund të jetë vllai, mund të jetë babai, mund të jetë një person që ka ascendenten ose shenjën e diellit në gafore, në akrep ose në peshk. Ky është një person që do ketë vështirësi nga ana emocionale, mund të ketë edhe probleme të shëndetit mendor që ju do duhet të përballeni si bërcja për ta ndihmuar këtë person, se është person i afërt me ju. Mund të jetë edhe çfarë do të dëgjoj në këtë kohë, mund të ketë një peshë të rëndë tek ky person, shikoj që nuk është stabil, nuk është i qetë, nuk do ndihet mirë, ju do bëni të pamundurën për të qëndruar pranë edhe për të dhënë mbështetjen tuaj, siç ju thash, për ta marrë ju situatën, të paktën me familjen, me njerëzit e afërm, për ta marrë ju situatën në kontroll. Nga ana tjetër, bërqap, nëse ti vetë ke ascendenten ose shenjën e hënës në shenjë uji dhe ke shumë planete në shenjë uji, që thash gafore, akrep ose peshk, atëherë kjo është energjia jote. Sado që së jashtme mund të dukesh sikur gjithçka është okay, gjithçka është mirë, kam situatën në kontroll, së brendshmi shoh shumë të tensionuar, shumë me frikë, me një lloj paniku, me një lloj ankthi, si do shkojnë gjërat, si do zgjidhen situatat, dhe për këtë arsye, nga orakulli i kristaleve, kristali që unë ju rekomandoj për muajin prill, po mund ta përdorni në çdo kohë që keni nevojë për këtë energji, është turmalina e zezë.
Dhe është pikërisht kristali që lidhet, guri që lidhet me energjinë e bërëqapit. Mesazhi thotë detoksifiko energjinë tënde nga përdorimi i shumtë i pajisjeve elektronike dhe rrjeteve sociale. Kjo do të jetë esenciale gjatë prillit, sepse do dëgjoni gjëra nga më ekstremet. Do dëgjoni edhe një përhapje paniku. Duhet kuptoni ndonjëherë bërëqap që njerëzit gjithashtu e bëjnë se gjithçka që bën skup, gjithçka që është alarmante, gjithçka që është e frikshme, tërheq vëmendjen, tërheq klikime, tërheq audiencën dhe bëhet edhe për këtë arsye. Kështu që më e mira do të jetë, nuk po them të jetoni në një flusk sapuni dhe mos të dëgjoni fare, mos merrni asnjë lloj informacioni së jashtëm se çfarë ndodh, por që të dini në momente të caktuara kur ti e shikon veten që ke një lloj ngarkese emocionale të fortë dhe po kalon deri në frikë dhe në ankth, atëherë duhet të bësh një lloj detoksi, do të thënë fare, nëse nuk e përdor telefonin për punë apo internetin për punë dhe ke programe të caktuara që përdor gjatë ditës në aspektin profesional, përpiqu që ta lësh me një anë telefonin, mos ta prekësh, mos kesh kontakt, mos marrësh një kohë distancuar nga çfarë ndodh së jashtmi dhe të gjesh kohë për paqe, për të qenë me këmbë në tokë dhe pikërisht ky gur, turmalina e zezë është një nga gurët më të fuqishëm mbrojtës për të mbrojtur energjinë nga negativiteti, po bën edhe detoksifikimin e energjisë tënde, pra frikrat e tua, pasiguritë e tua, turmalina e zezë të ndihmon ti pastrosh, ti eliminosh, një gur shumë i fuqishëm, një nga më të fuqishmit për pastrimin e energjisë për të mbrojtur nga negativiteti. Prandaj mund ta përdorni në çdo kohë, edhe atë që quajmë syrin, që themi dikush më dërgoi energji negative ose syrin e keq, edhe këtë gjë e bllokon turmalina e zezë. Prandaj nëse jeni të interesuar për bizhuteri të një cilësie të lartë me turmalinën e zezë, dhath, varse, unaz, byzylyk, mund t'i porosisni direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Dërgesat bëhen në të gjitha vendet e botës. Gjithashtu, nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Sërish linkun e gjeni tek video. Ju falenderoj, ju uroj gjithë të mira dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Mirupafshim.